Në kohën e qoflargut, rrugë e trotuar me metrina pistëgje që bërë mal, që televizja duhet kishe një mushk ose një kal. Nata ka qenë të merë i vërtet, nata në kokë manin helmet, jërë në kokë manin helmet. Bardha, noka, digjeti që kanë të koka? Bardha, ka zbend bardha, ore? Qa e bën brezin tonë të frikshëm? Pse është i frikshëm? Të frikshëm jo vetëm interneti, jo vetëm rrjet... Jo vetëm rrjetet sociale, janë shumë gjana, kështë e djes nga jamon. Mos, do thush jo ke mosh, po së më ban heq më gajla ja punë. Po disë të shaq e të ullëriq, bëhesh edhe deputet. Ky është kriteri? Po, kriteri bazë. Kriteri bazë për të bërë deputet. Ku bën këto aplikime për deputet? Qenë. Mos a mal menja për pedla, a i ngorth. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Jeni lumtur ju? Shumë i lumtur jam. Apo e keni lexuar gazetën e keni marrë besoj dozën lumturisë? Jam gazetar unë. Gazetar? Po ja saj kohë, jo tani se tani shkruajnë të gjithë. Shkruajnë të gjithë, se kam bërë shkollë me celular. Me celular? Kam mësuar celular e internet, kam marrë dhurat në një diplomë fakultet. Ca i mojnë të vitrina. Ca të Kristali ku e mori bos italiani. Ca të Universiteti Mezetra që aplikojnë zotrit ka të ndarë. Ca të Umuboja, ca të Europiani ka qenë drejtor Qili që e ka zëri Musi Birbili. Qa të themo? Atë lumë. 27 shtete që erdhen këtu dhe ne kemi respektuar me një stand jo, i kemi vlerësuar me një stand 1-1. Sa ishte ai ekranit? Një ekran aq i vogël. Kjo është Shqipëria Europiane, thonë ju? Unë kom pa televizor që thotë Shqipëria Europiane. Ke pa? Dy lapë, po të shkruaj gjatë, thotaj se s'kam kohë. Ti s'kishe kohë dhe po shkruaj gjatë, për të thënë dy lape, e vazhdove, Me falë për vonesën, ka mundësi. Ti, të që i ke përsërit 3 herë të njëtën më Qo se ka përsërit 3 herë një më vetë, thoja. Ja, do të gjosh vetë. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Qa na bën të lumtën në gazetarët? Gazetari jeni ju? Jo, ne kemi dalë kështu, kemi marrë këtë gjë në dorë dhe pyesim njerëz. Gazetarët i ka bërë, Zoti i ka bërë të mirë gazetarët. Po nuk i lënë edhe rahatorët, se del ai muli atje, e del atje edhe sillet keq me gazetarët. Se ai ka qenë edhe punëtor. Si keni parë këtë situatën e mulit me gazetarët? Më ka shqetësuar jashtë mase. Gazetarët kanë shqetësuar për muli? Muli o qashtë gazetarit, ja, muli është... Pse reagoj ashtu? Ai u soll shumë keq me gazetarit, do të bëj kështu, do të bëj ashtu. Nuk ka, është njeri e ka kokën bosh. Se ishte kryeministri është në hetim, deputetëve u kërkon ndihmë. 3 deputet të rinj dhe 2 të vjetër për atë japin edhe jetën. Për shembull, bardha, noka, digjeti që kanë të koka, zigja, e kanë kokën bosh. Pse bardha? Bardha i... Nisë shu se është si fytyrë bardha, Bardha, ka zbend bardha, ore. Bardhi? Bardha i të nuk e... Po pse pikërisht bardha? Bardha që ka probleme ai. Bardha. Probleme me bardha? Nuk e zgjas më shumë. Le ta lidhim me temën. Kjo besoj na ndokën do thosha, Flamur Nokën e ka bërë të lumtur apo jo? Edhe bardha. Shumë i lumtur. Dolën... Po Këlliçi, po ai tjetëri Kriçi, po ai Balliu Naslabinja, qanë ata më. Ata janë pa shkollë, nuk kanë për shkollë, ata dalën në ularasin e shajnë e bëjnë e nuk ka. Janë pa shkollë, është gjuna. Kemi për shkollë... është fatkeqësi. Punojmë në të afrit. Ata i kanë për shkollë, punë. Do me thënë, po disë të shaq e të ullëriq, bëhesh edhe deputet. Ky është kriteri? Po, kriteri bazë. Kriteri bazë për të bërë deputet. Ku bën këto aplikime për deputet?
Këta janë ku jezet për lere tani. Besoj se shqiptarët tani pas zgjedhjeve janë më të lumtur se kurrë. Edhe me fitoren e pindshme që mori qeveria, besoj se jemi në kryet lumturisë. Dëgjoj Xhaxhin tani është fati madh. Është fati madh për Shqipërinë që është Eti. Fati madh. Është fati madh nga Eti për shembull. Unë. Mix. Dëgjoj tani. E shikon këtu ti? Në kohën e qof largut, rrugë e trotuar me meturina pistëgje që bërë mal, që televizja duhet kishe një mushk ose një kal. Nata ka qenë të merë i vërtet, nata në kokë manin helmet, njerëzit në kokë manin helmet. E di si ka qenë apo, ka qenë të merë këtu. Shko që bukurie ka të. Kush është koha qof largut? Enveri besoj apo? Saliu, Saliu. Aji bëri thirrje, aji në 92 bëri thirrje. Shis një shtëpi kasol dhe tokë pyll argomar, bullar, bar, hajtin në Tiranë, e ndërtorin në një kiosk në Lanë. E u mbush, Sheshi Skënderbej, Parkurinia, Nën Tereza, u mbushët gjitha me kioska. Duke marrë forca tani, avash avash, do pres dhe 4 vjet tjera, do vi prap kryeminist. Ku nuk bëhet maj, Pas 4 viteve e ka thënë vetë që unë vazhdoj. Ai feston 20 vjetorin e daljes në pension këto ditë. Ka 20 vjetorin. Po flasim për lumturinë. Ka 20 vjetorin që ka dalë në pension. Qa se mu në tare? Qa se mu do më për atë tare? Lumturia që ka Berisha. Jo, e ke ka bibë, që ka... Ti nuk të kujtohet me zimot shtator në 98-ën? A i mlodhi këta borë, tanket ja mori ushtrisë e rështoj këtu pranë Selis, me të ndjerin e pajet unistat të pjetë, në kërë ishte Saliu, Pjetri Lasho dhe Mediu. Pa shiko njeri, gjithë në gjanë azja në televizion dhe në kërëministri, thoni të qoj Saliu vetë të pushtoj kërë i kytet dhe i pushtoj të gjithë. Dhe i tha Amerika që bëngë shuaj pa ullë, se së njofim qeveri me dhunë. Shkurte, unë i them me që këshu me... Ishte shumë e bukur. Shqiptar lumturinë se gjetën kurrë, thotë. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Në kërkim është. Qofsh mirë, faleminderit. Përshëndes. Perëndia do bëj diell dhe dritë, tërë jetën, jo vetëm këtë vit. Juve. E morë vesh? E mbylla mirë? Jo, spektakël. Perëndia do bëj diell dhe dritë, tërë jetën, jo vetëm këtë vit. Bravo. Miro pafshim. Faleminderit, qofsh mirë. Ku dush ti nga fshati, nga Katundi, gjithë këtu në Tiranë jemi mbledh. Katunar, fshatar, mirë, faleminderit si jeni. Çfarë kanali del kjo? Ne jemi te kanali, mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Në YouTube Shqeto, siç e ke mendimin ti Shqeto. Çi kujdesi të fol me bosën. Qëndrimi i gjonën. Shi tjetri tani damash. Çat për çfarë temë bëhet fjalë herë ta marrësh? Për lumturinë. Ç'a të bën të lumtur ty? Lumturia vjen o miku im se si ke menjën dhe se si e zgjidh. Lumturia më e madhe është për mua që kam, domethënë, një stazh të madh në rrugët e Europës, harmonia familjare, ti jesh i lumtur me fëmijët e tuaj se ata kanë pjesën e vet, po në fakt sot shifet ky brez se si ka ardhur, mos ta egzagjerojmë. Edhe kjo është lumturia e parë, që kjo është harmoninë familjare. E dyta për mua është ajo që unë për veten time kam qenë ndoshta i lloj tipi dikur në moshën tim, ndoshta edhe kam abuzuar diçka me në harmoni. Por sot njoh një rrugë tjetër. Kush është rruga tjetër? Rruga tjetër është rruga besimit tim që kam gjetur aty dhe unë kam pas sport, kam luajt vetë sport, jam marrë me gjitha. Por tani kam gjetur aty është se s'm duhet as lajm, as sport, as kronika, as u boj rruga, u boj tunele ku digjon. Se unë po nxjerr, edhe sot që jam pensionist, po nxjerr lekun, domethënë me krahët e mi, mistrin time, qoftë edhe këtu dikur ku ishi. E kështu që për mu, unë do të them atë që kur të them kam gjetur aty vërtet. Po do të thosh ai diçka. Ku ikin ata burra që qenë para 1400 vjetësh? Qoftë Omeri, qoftë Ebu Bekri, qoftë Muhamedi alayhis salam, apo Aliu, apo Hamza, apo ku ikin ata burra? Pse iku gjithë ky sinqeritet, gjithë kjo, domethënë
Për mendimin tim, duhet jemi pak, jo pak, po politika duhet jetë pak më dorëlëshuar. Për shkak se shoh njerëz, unë jam njëri në emergjencë. Pra, te lumturia thonë ju ndikon edhe politika, qeverisja, mënyra se si qeveris. Patjetër, kjo bile është e para, pse se Besoj se sa kemi kaluar zgjedhje dhe shqiptarët janë tej masët lumtur, nisur nga rezultati i zgjedhjeve, apo jo? Jo. E deshën me atë rezultat që ishte, i bie që ne jemi të lumtur që pati atë rezultat bindshëm. Qeveria autokratike nuk mund të bëjmë neve se vetëm një shtet është se për 4 mandate flitet edhe kancelari Gjerman ngriti 4 gishta atje për 4 mandate, por mos thim atje se është diçka tjetër, por do të them te. Dhe një të tema të lumturia, pra për ta marrë kështu nga ana emocionale, shqiptarët janë më se të lumtur tani. Të kthej përgjigje pastaj se kam një mendim tjetër në kokë. Edhe do të thosha këtë se kam parë disa njerëz këtu që luftojnë për disa miliona për një operacion jashtë shtetit. Këto fonde, kur bëhet një limit atje në dhjetor që bëhet një diçka, atje një fond që jepet për shumë gjona, për djegje, për përmytje, tërmete, ku digjë, edhe ky fond është në i shkruar atje. Pse nuk ka nevojë privati të mbledhë lek. Erion Velia për mua ka pa bamën. Unë jam njëri që bret rrugëve të botës, si bëj 7 ditë tu. Shkoj atje ku më puna. Por për atë që pyetje që më bone të shtiti, ajo për mua nuk ka zgjedhje se këtu nuk do jemi gjithë 3 milion kryeministra, 3 milion presidenta, 3 milion ministra ku di vet. Në rast se ti e gjen veten, unë, tjetri, kushdo qoftë, ngrihet herët në mëngjes. Edhe shko ke puna. Edhe i shërben punës, as zoti që është fal nuk ta bjen gatshëm çdo gjë të gatshme, e kupton. Edhe i shërben punës, i shërben jetës tande private, gjithçka nëpërmjet punës, si ushqimi, si gjumi, si kushdo, si kam dërguar unë lek nesër union që kam punuar shumë vite jashtë, kam një gnasia natë kam ngrënë një darkë më të mirë, për shembull edhe më tash. Për sa i përket politikës nuk janë tonë të kënaqur, kuptohet. Mirë po, në Shqipëri, unë 91 kur shkova në Itali mësova diçka. Tha italiani, tha pse ke ardhur mas 6 muaj? I thash kam ardhur për një jetë më të mirë. Jo, tha këtu, tha s'ka jetë më të mirë, tha. Juve keni minerale, keni det, keni male, keni gjithçka, tha. Shkoni bëni greva demonstrata, se harroj kur, për kufizim e kam. Bëni greva demonstrata, tha. Vrituni edhe ju si neve, tha, edhe do ulni ngrini qeverini herë 6 muaj dhe do jeni shumë mirë. Ndaj do të them te që njerëzit nuk janë gjithë kënaqur me politikën. Po pse ti je i kënaqur me politikën? Kush po të bëhet se miellet ke shtëpia aty apo rastet drita uje ku digjon, jam Fushata. Dile puno. Jam më shok se nuk funksionon kështu për thes millum se ora un aplikova të shi për pension. 15 vjet, 70 euro. Nuk i du thot me zoj, nuk i du. Jo tha po do të ulën ta se s'ke për të bëgu drita ujë me kamat. E për këtë do të prenoj këtë pension, 70 euro. Biseda që bëj me serbe më lazëgjë dreshitën, punova dhe këtu në bari, shumë ko punoj, punoj në venet, shumë venet. Disim tha, punova bëraj ca mure, ca gurë edhe gurë. Çaj një marrë njetë? Ndërtime, kryesisht sport e muzikë. Ndërtim, sport dhe muzikë. Pa, masi që tjetë. Masi ka pas sport e muzikë. Edhe duhet të më të pyeta, i thash si funksionojnë të thash se Malizi, thash është 630.000 banorë, thash sa Durrësi. S'ka nej popullësit më po që është. Si funksionon të për punë pensioneve, i thashon. Edhe ai tha që s'ka fare një ditë punë, tha, i merr 400 euro emergjencë. Thash për një shtet i vogël, pra, duhet të them të që nuk funksionon gjak këtu. Këtu funksionon, mos flasim që çfarë funksionon këtu, se s'duhen të hyjnë nej. Se kanë fol para me, nuk duhet të hyjnë nej. Se si funksionojnë gjërat. Gjërat funksionojnë si them unë. Ngriu herët punon, shiko familje, shiko jetesën tatë, mos merr me politikë, mos merr me kafe, me llogje, me budalliqe, me shtrime siç bëhet këtu për shembull. Unë kam 15 vjet, jo më rrit tukë çarçuta Kafe Europa. Unë sot kam 15 vjet s'kam marrë. Erdha për i patenti, isha dokument, gjonsen e more, i ka shkoj. Nuk më hyn muhabetin të asnjërit. Unë thash, kam gjetë qetësi shpirtërore, ke punë, u du zotin dhe punën. Fëmijët e mi normal. Edhe kur do zotin dhe punën, të gjitha rrugët hapen. Këtë ta dish. Pse them, nuk e them unë. E thot shpirti jo që unë kam ndjerë qetësi që unë kur s'kam besuar se s'kam ditë me besuar. Ndërsa sa që besoj unë ndjej qetësi shpirtërore, unë atë më zën gjumi. Mos morali fabulës është sa më i ngrohtë xhepi. Edhe besimit ke Zot. Pa, ai që s'ka. Pa, kjo llogaria sepse kështu funksionon. Nuk e them unë. Ne kemi stash punë në shkollë këtu, kemi bërë shkollë ku dëgjoj. Unë kam bërë shkollë ndërtimi, kam bërë kurse mekanike, shofere, drejtësi tonë në kohën time dhe kur vjen përpunimi, kam marrë bukë me ato profesionin, kam ngel profesionin ndërtimit,
Po unë që po habu sot s'po merr me llogjet tuaja, as me hallet tuaja, ç'a makinë bleva, po ç'a sa hyri ke marra, ç'a biznesi ke, pa kjo është e keqja jonë shqiptarëve, se ne nuk do. Edhe kjo është mënyra të gjetur të lumturisë të shqiptarët. Pra janë të lumtur kur shohin se sa hallë dhe sa probleme ke ti. Fillimisht do të bëj tash mos më shtet të flas ato që s'duhet. Pra, lumturia e shqiptarëve kur merresh me punë të tjerëve do të futi lavashtrurit, për sa i përket, ë? Po si kam lumturi unë, për shembull, ose Zilia është më poshtë që ekziston në librat e shejta. Si kam Ziliu se ti ke vojë makinë të bukur. Si kam Ziliu që ti ke shtëpi të bukur. Eci me këtë idem, amo ky kur u bë ky gjeti makinë. Kur u bë ky e gjeti. Ku gjeti lekë. I ha kjo mola shqiptare zakonisht. Ku i gjeti lekët valla që morën makinë. Drejt për drejt bashkë, jo me budallisë. Jo drejt për drejt në kuptimin e fjalës. Mos më thuaj më janë njerëz të kënaqur që merren me llafet e huaja. Ajo është gjëja më e keqe. Ne kemi pas shok tanë me tri, më tash e kanë animuar, kanë respektuar ku të gjarë puna. Pra të kategorinë njerëzish ajo është lumturia, pra ai me atë kënaqet kur shef. A më të lutem se dhe në shqiptar para 91 që kam ikur, kam 35 vjet në rrugë, edhe unë ndoshta diçka, po ja, në atë kohë kam qenë njeriu më shumë me punët e mia të rinit, se ke parasysh të mbi të koja blablas. Para kisha punosha edhe gjasan hidrocentrale kanë pas lek, shofer mekanik e gjasan. Mirë po, tash është po kemi dhe shumë çuna të ri dhe shumë goca të reja këtu në Shqipëri dhe jashtë akademuar të shkolluar që vinë me një sistem tjetër. A i ka pi regjime tonelata, sot nuk pi ma, pse s'pi ma, se ka pas se si funksionon dynjaja, bravo i qofë që ka vëmen, kalon edhe brezin, po kalon edhe brezin dhe më thoni disiplinum, edhe Ariu Polar e ka qymen e bardhë, i Amazones e ka të murme, pse se du të përshtatesh kushteve. Po shqiptarë si e kanë qime? Ariu shqiptar. Ariu shqiptar, të shi për sa i përket asaj pyetjes që mbone, miku im Ariu shqiptar, është ke fjala jote që i folëm shpari. 50% këtu merren në punë të miletit, son po flas jo me nerva se s'm duhet. 50% merren në punë të miletit, merr me llogaritë tjetër, ulet tjetër në kafe, ka ba mova ti. Unë se di, unë se shkoj e vis 3 kur pa lek, 5 lek, ka ba mova, që për shembull kur ka ardhur puna, ka ba politikë gjysore për i kafe. Po mos më bo politikë për atë kafe në burse, po ta jam veç rri jashtë avolinës se ti më thonë se ti do dhe i dobje, u pi kafe ti do dhe i dobje, ke parasysh. Edhe në fund fare qa del, mos flasim, po të flasim realitetin, më kanë ardhur në vesh llavet e gotës e asaj që më thonë, jo faleminderit X-it, ja futa ati, po se kështu që e ka thonë. Mas pak kështu. Kjo pra është lumturia. Ja, me kjo lumturia. Mos të flasim si, mos të përkthejmë në Shqip. E kjo ekziston mundësia që njerëzit që kanë angazhime dhe merren me problemet e veta, të familjes vet, e të punëve të veta nuk kanë kohë të merren me problemet e tjerëve, se po të merresh me problemet e tjerëve, zotëri do të thotë harrosh problemet tuaja. Unë brez, shkoj e vit tash, mas punë, mas pistri, gjithmonë, se marr me punë mëdha. Po çfarë ka ndodhur? Një natë ndodhi që isha pa cigare, 9:30 ora dhe menova dola me tofla lokale më të afër. Ja pas ka qenë 11 e ca. Kërkone, thash se pash orën fare. Kjo është shumë domethënëse. Kur vetëm sa çuna lokalir, thonë çuna një cigare, thash ka këtu për të bler. Jo tha t'jap një cigare. Thash do më marr paketën, thash se. Po sa është ora? I them unë, ora 11:30. Po. Tha këtë ato korçaret atje, tha majnë, tha lokalin dhe 12 ato market. Po, thash, i ka unë ja 2 kilometra. Në ka me gjete, apo... Mirë, po që më bëni përshtypje mu të që, që thoti. Mu më bëni përshtypje ora 11:30. Edhe kur i shof lokalet kafet, mojt tas djath tas plot. Mërë këta njerëz, thash. Po flasim për Shqipërinë, Tiranë apo jashtë? Durrës e shok. Në orë 11:30 natës edhe me nova këta njerëz, ç'a bojnë ta njerëz? Këta janë të gjithë punëtorë, pjesa dërmuese ndërtim. Edhe punë të rëndë, jo diçka. Edhe kur erdhi përfundimi thash ç'a bojnë ta njerëz? Po këta kafe mjes, kafe ndrek, kafe ndar, ku shkojnë ke punë? A dyta, a kanë ta familja atje? A interesohen këta që të shkojnë ta dinë si vajti gruaja në punë atje? A interesohen këta njerëz tash ta dinë se si ka vajt fëmia në shkollë sot? A i ka pas në një problem në i gjo? Tash apo shkojnë në orën 12, bajnë edhe ato anonimet që e radhës, edhe natën e mirë dhe afarës pa kërkes logorie. Pra më boni përshtypje se që në lokalet plot është 11:30 natës, edhe nuk qeko e verës, po qeko bashkë, të themi drejt, goxha ftoht. Andaj këto janë problemet. Pra do të thotë që ne shqiptarët jemi kryekëput të lumtur.
dhe ecim pas lumtur. Digja. Ti e djali mirë që më bë pyetje të kundër tu du të përgjigjem realitetin. Në shkolla ec na ka bë kështu. Unë kam 45 vjet nga gropa Athinës Hamburg Gjermanisë me mistri në dorë. Unë kam 45 vjet nga gropa Athinës nga gropa Athinës në Hamburg Gjermanisë kam 45 vjet me mistri në dorë. Unë po s'kam Kështu the me ministri. Jo, ministri në këmblan ty në që i drejtojnë, se ne nuk kemi fat me i drejtojnë. Se fëmijët tanë do t'jenë atë ministra atë biznesmenve që të marrin pjesën ne. Aty është lumturia. Aty është lumturia. Edhe ndaj do të themte që mos më ka dalë kohë më marr me asnjë, ti je çoni mirë fare edhe bashkë për tjetër që bëm filman aty. Unë ti ishi kleru, kisha dhënë kaj kafe, zonë me ditë se kush jeni as nga jeni. Ja, ai pret kushdo ju keni punë, jeni punësuar, unë shaf. Edhe i punësuam edhe unë të kam pa disa herë. YouTube unë e ndjek shumë YouTube. Pa të themi që, si kemë ti? Ardior, Musa ka mund, gjabak. Këtu është një keqe tjetër që mirë që doli dhe kjo fundit, se ndoshta zgjata i qik. Këtu një keqe tjetër e fundit, po kush është e keqe e fundit? E keqe e fundit është ajo që ne po lëm brezin mbrapa o njëri. Se baballar tas në lagja, unë bëna i shpi nga aja, nga gjilpona, diun se s'qa kam hek, e si kam duhet të qa bëj. Sot jo, po, kam ndërtuar. Pra është një brez të, edhe është një brez i frikshëm, se të folim shfar për brezim, që thash, a një brez i frikshëm. Qa e bën brezin tonë të frikshëm? Pse është i frikshëm? Të frikshëm, jo vetëm interneti, jo vetëm rrit... Ja. Vetëm, jo vetëm rrjetet sociale, janë shumë gjana, kështë e djes nga jamon, mos... Do thush jo ke mosh, po s'më ban heq më gajla ja punë. Edhe kur vjen përpunimi, janë shumë gjëna që prishin brezin e ri. Ta që kanë fillu losin edhe me gjakun e vetë, me gjanën edhe në Liverpool, se pa i shoh Gjermani, pa i shoh Kroacia, pa i shoh Italiani. Nuk mi që në asnejas baballarë tanë shumë. Jam 60 vjet. Kam parë me gjenë se mundu të ndihmoj. Shitani kjo s'ka pikë kulture, ke parasysh. U 3-7 orë, këtu unë s'du me ditë hiç fare. E dale i ke shkoj, ke parasysh s'flas. S'du duhet më rrallë. Se ç'a do fitoj ajo punë. E kur vjen përfundim ne jemi shumë të mangët. Edhe ç'a kemi më të mangët në kryesore në Shqipëri, ka në revistën Ylli që lexova dikur në moshën time, thoshte ka 7 lloj mënyrash të ish në bisedë. Më fal, ju lutem, kur është ngarkuar me njëri po e pe me nerva mos u merr me te tjetër 7 lloj mënyra. Ndaj kam ngel vetëm. Se më di se 95% që nuk ban këtu. Po atë 5% të dhagjaj. 95% që ndjek lumturin, kështu që. Ky 95% që besoj ndjek lumturin. Janë pa mua, ata unë jam në autobus, ata janë në avion. Ciao. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Intervistës të shoku ti. Nuk lejohet. Nuk lejohet. Me fal për vonesën. Ka mundësi. Ti tash i ke përsërit 3 herë të njëjtën mohabet. Nëse ka përsërit 3 herë një mohabet thoja. Ja do të dëgjosh vet. Pike shikoje, po si ke përsërit, po të themon. Shkurt. Jo, më 2 lapë. Po të shkruaj gjatë, thotaj se s'kam kohë. Ti s'kishe kohë dhe po shkruaj gjatë. Për të thënë 2 lapë, e vazhdove, 98 të fundit tani, në fal. Jo, do të them të fundit. Intervistën që bëra unë janë pak njerëz të rrallë, mund të jenë 200 që mund ta bëjnë, jo se po mbur veten. Të bëj pyetje nga je. Unë nga Lushnja, Trabajani më zemër, ciao. Qa ka thënë Panoli për juve? Lushnjarët, qa ka thënë Panoli për juve? Ta që pyetje direkt. Pyetje direkt. Qa na bën të lumtur ne shqiptarët? Si? Qa na bën të lumtur ne shqiptarët? Lumturia. Ata them shkurt? Troç. Shqeto fare. Ne jemi shumë të mirë, por nxjerrim në pa butalent. Nxjerrim edhe i reklamojmë shumë butalent, edhe jo të mirat. Kaq. Ne shqiptarët jemi një popull i mrekullueshëm, që bota tani po e kupton. Se kushem, bota sa vjen këtu, që si asë në Këshillën e Evropës, asë në atë, vjen këtu dhe shikon habite. Ne kemi lajme të këqija për shqiptarët, po shqiptarët nuk janë të këqij. Për 2 veta ti, heth 98 poshtë. Që s'ke punë, më? Që s'ke mund të bëtë? Unë kam brejtje për televizionet, për këto televizionet që i shërbejnë politikanëve rebel, politikanëve rukac, politikanëve të hajdut. Jo të keqen, mere popullën e thjeshtë. Ashtë reguluar Shqipëria, unë po të them, kam qenë në Greqi, kam qenë në ato, i kam parë, në Danimarka, Shqipëria... Ashtë reguluar, Po.
është, ta që 4 metra, sigurisht që 4 metra, por që Shqipëria ka ndërë, shiko që i ke, nga gjithë bota, shiko që a bëjnë, nga gjithë bota i ke. E pse mos jemi të lumtur ne kur bota na ashtu, ne kemi pas kundërshtar francezët, ne kemi pas holandezët, fituam. Kemi pas holandezët, u bë shepinato çaj. Kemi pas danezët, doli ajo, fituam prap. Domethënë shiko, ne na ka mbështet Polonia, na ka mbështet gjitha këto që kanë bajt, edhe themi ne, pse Polonia e ti shumë mirë se ne kemi pas marrëdhënie me Poloninë, por shqiptarët duhet të rregullojnë një gjë. Të mbledhin mendjen edhe mos shkonin mbas hajdutëve. Kaq. Kush është hajdut? Ka hajdut Shqipëri, valla, jemi. Jo, hajdut ka, po janë politikanët. Krye janë politikanët. Ata që vjedhin, ke takset e tua dhe të mjetë. Shiko, po të rrim pak të tema. Tham për çfarë na bën të lumtur në shqiptar. Besoj se pjesa dërmuesve shqiptarëve këtu janë te masë të lumtur. Ja, tash ne na bën të lumtur se jeni njerëz të mirë. Kaq. Fakti që kemi një qeveri që fitoi bindshëm, do thotë që ne sot që flasim jemi te masë të lumtur, apo jo? Jo, ne vlerësojmë punën. Edhe populli i thjesht e vlerëson punën, nuk vlerëson llafet. Edhe populli ka kuptuar tani. Ai që vërtet shumë për mirë, që thotë unë të bëj këtë për 100 ditë, do të jap kaq, do jap se nga do gjë është merret vesh ajo. Jo, ka një gjë, Shqipëria u fundos. Shqipëria u fundos me urdhët e tij Saliçenit që duhet të ishte fut në burg brenda. Duhet të ishte atë, shkatroi me kanale Vaditës, kanali doli komunist. Pylli doli komunist. Ulliri doli komunist tani. Domethënë, po e kundërshtoi Stalioni e komunist. S'ka pas komunizëm në Shqipëri more. Kurrë? Ja. 48 më gjojnë mua. Ajo partia komuniste ka qenë ilegalitet, edhe e këthyn partia e punës. Edhe i thonë, antari partisë punës, jo antari partisë. Ashtë tjetër gjithë se po të futesh ke komunizmi, do thotë komunitet. Komuniteti jetonit gjithë. Mirë po ne kishim utopi e që në të, ore një i shëndosh, ha një pull, një fëmi, ha një kopsh. Do më thonë, tani e ha pullën qitë. Jo, po se ha ke mosën një i vogël. Të që themre, jo, a kopsën ai, se më te për pullën se a do të ai, se a që ka. Do më thënë, ne kemi banalizuar. Fjane, ha? Bëthën e pullës nuk e ha do. Po se, bëthën e haj i madhe. Jo, bisin e diti ku se ha. Bisin e haj pari, shpis. Se, ka blera ushimare, që do pillet. Po bëthën e pullës, ati ke bisi është. E pra, jo të aty. Kraroni ku se ha, kraroni në angrat. Që të, po e kraroni në angrat. Por që bëni këshu? Po si ka mundësi që kraroni që ka më shumë ish e hangrat? Shiko, dhe gjo. Jo si prostitua ishte e kra. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeter. Kush? Titua. Ishte kroat. Edhe kur i bon Titogratit, që e ka dëshuar emrin ajo tani, Podgorica, hante këtu ke demi, hante bidis të këtu ke shpatot lartë. është një misht që shërben. Për shembull, qapa edhe koka ka 7 lloj mishësh. Do më të hante blera ushimore. Enveri Titua. Titua. Shoku Enveri. Enveri qa hante Enveri? Kë kishte ushim më të zgjedhur Enver Hoxha? E ven edhe i thot Ibrahim Bey i thot sa ky komunista atë ky është gjota një shqiptar në Turqi bë 100.000 veta para një shqiptar në Shqipëri nuk e vën dot 100.000 doli realiteti doli Saliu gjoja Saliu që thot kodra mas brekut ja put kodra mas brekut, qatë fleta, a i qartë thot, atë që mërbesh, bajti atje në Maliqa i dhe në bënd ka ju që do në nëzitonte, në bënd i thoshe populli Malicit, kënetën të ta mbelli Panxar, tha, popull Panxar i Malicit, aty iku populli la vetëm Saliun, gjoti. Por qa ha kjo Sali Berisha që është kaq energjik? Sali Berisha është i sëmur, qik,
për mua. Ai kur është në Austri, që në kohën e Enverit. Po ai ka qenë doktor i Enverit, infermier. Po doktor, nuk ka qenë doktor i Enverit, se e ngatroni jo. Ai ka vajt ka isni kapo, 2, edhe ai meku tjetër isni kapo, që ishe nga tropoja, e ka sharë mu ke ujstoni, si kalun gjithë Sali Berishës. Po, se Sali Berishën nuk e solli Rama, Aram Berisha, po e solli Xhaxha i vetë, kam një nipta dhe e mori vajtin marësit madhe, vajtin tropoj, edhe ku është e mori Saliun edhe. Po Saliu ka qenë ekstremist të Krishte Panallonët dhe tëre. Jo, Saliu të Krishte Për partinë e Enverit, për kë ishte ekstremist? Vajde, jo. Unë nuk po them. Sepse gabimi e Enverit për gjithë ata që na ndjekin, që ta bëjmë qartë për ata, për kë ishte ekstremist? Jo, është ekstremist, nga ekstremist. Qofti majtë, qofti djatë. Ato në t'ishte bindja e vetë. A i thot atë që them unë bëj. Je i mirë, po të zbato me ato. Si je i mirë, të bret. Kush vriste më shumë, Enveri, Saliu apo Rama? Saliu ka bra më shumë. Po. Më shumë se Enveri? Po. Shiko. Ja, po ta them unë, jo e ke gabim. Të gjitha ata të nuri politik atje, shumica janë përvrasje. E doli i persekutuar politik. Jo, persekutuar politik është që e potën prandaj po shkatuan. Që i tha Enverit kontra. I persekutuar politik nuk quhet kriminali. Kriminali është kriminal. Qoftë demokraci, qoftë në komunizëm, qoftë në ato. Që bëtë kjo punë? Që s'kjo mëre? Që diskutohet dhe binë të gjonë. Më bënë mua, ka marrë këta bileta autobuse, i themon atyre që ka marrë nga 3 diploma këta. Si që bënë gjyqtarë të plepa vetë. I morë nga rruga të mere pute këte, mere pute brënda, i bërë të aje bënë qërë. Dërësin nga ma, dërësia do tjetë, e pamarë dhe do tjetë. Ta që ka filluar rruga këne. Ka mangësi ka. Që shumë njerës duhet të bindën. Edhe të thonë, jo, e shkeli ligjin, përgjigju. E shkeli, ku do t'jesh? Ndashtë në qeveri, ndashtë në opozit. Sepse, ne po japim blera hajdutit. Pjapu hajdutit blera, do thotë, edhe do thotë. Që një njeri që të shanë me libër shpije, e mërë nga nëna, nga e motra, nga gjithë, aj nuk bëhet, aj nuk drejton shtetë. I thotë, një fjale urtë popullore, thotë kësho. Nga i mënësër i hadhe budalaj, nga budalaj në desin gjithë. është fjale urtë popullore, është shekullore kjo, e ka djerë populli. Budalaj vetëm prishpon, shkatron, të pret, bërë të ja mos të taj. Edhe shikoj të ta. Pra ju thonë që ne sot në kastën politike nuk kemi budallëj. Janë gjithë intelektualë. Akoma duhet të pastrohet, ka nevojë për pastrim qofte majta, qofte djata. Republikan të taj. Republikani, fatmir me tiu, s'ka 5 veta me vete. Edhe fotet ke pëdeja. Të gjithë njerëzit e mirë të pëdeja, se kam për shok të mirë ke pëdeja unë, të gjithë njerëzit e mirë i Saliu i përduri. Edhe kam marrë këta rrugash, që dali me dy kisha për pjetë, e thot ajtë të njerim sot njeri tjetër. Qa bëtë jo punër? Qa punë keni bërë ju njetë? Unë kam qenë në kombinat metallurgjik. Metallurgjik. Sa veta punonin në kombinat? Paka shumë. 12.000 veta. 12.000 Unë kam qenë drejtues me ato me 3.000 veta. Ati kishte nga skalla me lartë, deri ke punëtori me orë. Qa prodhoshë? Po që të punon, qelikun, vetëm qelik. Qelikun e nëzirë ato. Ko e ke hekurin që prodhon e shkon e Enverit, është një hekur periodik që s'kishte burë nëna, nuk potet a i hekur. E mori torku që e solli këj kokloka i skaparit, që burë jetë e atje, kur i bën një tërmet, a i këpotet që ka karbon. Që unë e njohë për industrin, e plasë për industrin. Ta që qa më bëhet? Pra këta i fusin hekurit karbon dhe bëjnë... Ka karbon. Hekuri ku ka karbon, këpotet. Kurse i hekuri që përdojsh në ndërtim, është një hekur periodik i kohës e Enverit. Ata mere, palose, ajo nuk bje, nuk potet. A i përdojë për ndërtime? Për ndërtime, ajo sigurisht e mërë. Pastaj morëm nga Ukrajina, që ishte me atë centralit, kur shpërteu centralit i Çernobilit. Ajo i Çernobilit ishte me reze. Edhe ajo është dëmse për njerëzit. Hekuri. Pra Shqipëria ka marrë hekur nga centrali Çernobilit dhe e përdorin këtu? Po, kemi marrë nga Ukrajina.
A ishte me të. Edhe këta që bëjnë analizat e hekurit, e nëzorin që kishe karbon me rezë. Me rezë. Kjo është për të ardhur keq, kjo është alarmante. Pra, ju po thoni këtu në Shqipëri është përdorur hekur i marrë nga nga Ukraina. i cili është i dëmshëm për njerëzit. Por atë dhe po ti bësh re, ajo krijon probleme. Ne tash flasim se deri tje prisim malo ti aleon me central. Ky celulari që ke ti, ne i themon spion tani ky është me karbon. Edhe ky është i dëmshëm, nuk do ta mbash në krahun e majt ku është zemra. Është i dëmshëm, ka rrezë. Do ta mbash, do ta Ka rrezë që lidhen me centralin e Ukrainës. Jo, lidhet, po ti flet me Zelandën e Re me këtë. Flet me Kinën, me Japoninë, flet me Alaskën. Flet me kësë flet. Do të thënë kjo është natyra. E paskën krahun e zemrës edhe ti. Edhe ti e paskën në krahun e zemrës telefon. Gabim është. Unë që bëtë do të, se unë e mësuar, qiko, ushtarakët. Në ushtarakën tani? Mbani këpse e ka pistollën këtu. Ata që janë solaksit e mbajnë krahun tjetër. E gjerë, pap, me njeraj, se du t'jesh i shkatët. Polici, kur vete... Jo, është bërë refleks, e mbanë atë. Ja, po, polici, kur ullet në lokal, ai polici është i zgjuar, ullet me spatla mas morit. Sepse është i mbrojt nga mrapa. Edhe vjen kriminali, pam, ai përgjigjet shpejt. Ai që ullet me spatla nga dera, nuk është polici. Që dolëm të kjo tema, a është celulari sot një armë? Ne e qunë e spion, po. A e kontrolon, e kupton që po nxjerrin këta, të gjitha të nxjerrin, a e të nxjerr me satelit, e të nxjerr të gjitha, që se jo shkajnë që po nxjerr këta rukacit. Celulari, u spioni, më thot djali mua, të është jashtë ai, që ke i thashon, ta përgjojnë telefon, po ta përgjojnë e thashon. A ka mos që ti përgjojnë gjithë? Se ne duham një shqiptar, një polit. Ta që gjysma do të vishe polit, gjysma do të jetë kështu. Sa ke që ka? Unë nuk bëj gabime. Unë asë bjetë, asë jam kundra shtetit. A duhet që Shqipëria të ketë akoma këto spionën dhe përcepa kështu që t'informojnë lartë? Më gjo ma, Shqipëria... I vinë në ndim apo... Ne do ecim shumë. Kemi sa më shumë spiona? Jo, po ecim edhe... Po ecim. Hajde shiko, unë kam qenë edhe në Shkup, kam ajtani. Shkupi është akoma me rrugët e qitos. Shqipëria ka një ndryshim total. Merë të gjitha qytetet. Të gjitha qytetet ka ndryshuar. Ka ndryshuar vetëm qendra apo edhe në për rrugica lagje? Edhe në për... Po, gratoliste nuk bëhen me njerë, do filluat, po, do kone vete, shto gjëse, ti më po që do bëhen ato. Ama qytetet ka marrë formë. A thua se edhe Rama do t'a kapi fiksat e vitin që pati dhe Enveri në pushtet? Me vizionin që ka Rama, do t'a kaloj. Ta shkuptorët në ta, e zëmë para, i tha një lap, e tha atyre, jo, unë socialist jam, tha, po votat i marë. Sepse Rama vetë nuk është socialist. është piktor, është skulptor, ka një. është si puna taj, ajde gjoj unë teatrin e operës të balete, unë se mërë vesh. Unë do muzikë popullore, bla. Edhe ai puna atje. Ai varet ka se një vizion. Ai është piktor, mund të jetë gjithë gazetar. Jo, ka një vizion. Edhe ai flet lirshëm. Ai tha dhe Grekut, i tha dhe Vučićit, i tha dhe atja Erdoganit, që do marrë ata. Nga Erdogani bajde ka i Kyriakos Mitsotakis. I bëri dhe ata, tha merr botat. Edhe që merr botat, mori botat ai Kyriakos me Preti Belerin. Një që brau 4 veta. 4 veta në Peshkëpi, Gjirokastër, 94. Këtë të bëm, kam qenë Greqia të re. Pse është e vërtet kjo që i vrau Belerin? Po, u të nuaj një vit e gjysëm. U të nuaj... Duk si politika? U të nuaj më... Jo. Sa i bënde pjesë ke Agimi Art. Ke Agimi Art. Preti Beleri. Por të marrë botat këj Kyriakos Mitsotakis, Kyriakos, i mori Kyriakos, se mori botat të se nuk e mërë të gjitha. Do më të janë të gjëra që ne Balkanasit kemi natyrë tjetër, jemi ekspresim, edhe eksportojmë. Do ndryshosh, marë.
Nuk jetohet bota me luftë. Do paqe, që të ndërtohet një shtet do bësh paqe. Krijo miqësinë me komshiun, me gjithë. Është njësoj, sikur të jesh në Shqipëri dhe të kesh komshiun zgjes me komshiun. A shkon gjëja? Kështu që ne duhet të ushqejmë paqen. Edhe paqja vjen nga njerëz të mençur, jo nga budallënj. Pse i thonë atë, dy budallënj pusin një tra. Dy të mëzëm pusin një pe. Pse? Sot dale, e kamperi nesër. Që ka më të vlefshëm. Jo, po që kamperi thotë. Jo, zota që du të mendohet mirë kur ta posh. Gje kam këtë unë. Unë kam pas lidhje me Skandinavët, me Danimarkët. Edhe i thot, po. Ishe punonit në metalurgji. Atje, kombinat. Edhe i thot njëri, ngria, unë mora kryshtisht, aty i thira në takim gjithat qakorduarit. Edhe i thot, po, qakorduarit, po tisi me të kisha për pjetë. Edhe i thot, po mirë. Ta që kërkoni lumëturin. Këta, i thot, ore, kam pas gjama këto zhyrat, po pëse i thujet ju, thaj? Po jo, tha demokrat, ore, pëse i thujet? Thujet gjama, tha, po ndërtoje të rend, tha. Kur ndërtosh të rend, tha, më shpin, e keni prishu, i thaj? Të e shante, e kupton, në marrëdhëniet e mira, do t'jem njërëzit. Unë, për vete, kam brejtje për televisionet, që shumicën sepse vën prioritet negativitetin. Në vërë mërë, populli shqiptare shpuntuar më, i ke merë atje. Qa negativiteti shikoni ju të televizionet shqiptare? Rinia. Jo, i jepet prioritet ati që bën maskarloqe. Bo, Një shembull. Saliu i pari, që në çdo kohë shanë. Saliu është hajdut, Saliu ka vjedh votat, edhe u bë president, pa i bodhi Saliu se nuk e mori. Saliu njerë në 92-shën ja dhanë, 96-ën kam qenë zgjedhur, 96-ën Saliu sfitoi, i ku pushteti lokal. I ku Saliu e përduri me lejtan cekën e me gamos pashën. Apo në luajnë ato bicikletat e ne? Cila bicikleta? Ciklistat atje. Kur të bëhet presidente? Qa kanë bicikletat? S'po të kuptoj, qa kanë bicikletat? Ciklistat e? Ciklistat italian? Ciklistat e lutat e bulevardit. Aty kja shumë jeme. Ku ishë? Atyre, ka ciklistat. Te ka ekrani atje? A Saliu i kam lëth ata? Ku që kam leda? Po ku që kam lëth? Qa peti atje? Tirana Europiane, Shqipëria Europiane. Kjo është Tirana dhe Shqipëria Europiane. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqetër. 27 shtete, nuk e thëm pak. 47 shtete që erdhen këtu dhe ne kemi respektuar me një stand jo, i kemi vlerësuar me një stand 1-1. Sa ishte ai ekrani? Një ekran aq i vogël. Kjo është Shqipëria Europiane, thonë ju? Unë kom pa televizor që thotë Shqipëria Europiane. Ti sa po e thej që unë e pash ishte një ekran aty thë me bicikleta. Ishte vetëm një ekran 1-1, apo jo? Po ishin ata bicikleta lujnë atë në flisë një atje me ato pëllon. Mos ndoshta duke qenë se erdhën 47 shtete në Shqipëri për të bërë ciklizëm. A mos ndoshta duhet të kishin pak më shumë vëmendje? Ore ti po thu Saliu bë president. Do bëhet, thamës. A do bëhet? Për herë, po, do bëhet president. A do bëhet? Do bëhet. Do bëhet, ha. Qenë. Mos e marrë menja për petla, a i ngorth. Kaq komo. Kaq. Respekte. Qenë, mos e mbajnë mendje për petla. Ikim. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqetër. Shala atëre, për mori votat e Çambet. Mori votat e Çamb. Mori Çambet, sa më ka fol baba për Çamrin. Ku merte vesh Rama Berisha ishte rrunde delet në Tropoj. Rama jati Saliut. Rrunde delet, more. Jati Saliut e ka pas emrin Rama Berisha? A i stinte shkollët nuk dinte, bla. E se të koj veta ndëja, më ka fol baba për Çamrin. Ka fol baba për Çamrin, tërte. Çamët erdhën 2 senatën, i përduri Greku.
Tu se në të ka shumita e qambet. Edhe i vendosën në Sarand, në Vlorë, në Fier, në Rogozhi. Kjo ishte pozitive apo negative? Ardhja e çamëve në Shqipëri. Ajo të regoj që Enver Hoxha nuk ka qenë kundra shqiptarëve. Do të kuptosh, i mbrojti hapi kufit. Ta shikur të gjoj unë qamin nga Fieri, pa marrë nga Fieri, ose Elbasan e njohë më mirë. Ti ishe pa toke, nga dole i djathti. A di që të dalësh i djath. Të kesh prana, të kesh fabrika, kuj këpate ti? Ti erdhe të strehoj Enveri. E dole ti me të, o më ta, qamët gjellë ko. Atyre nuk kemi një analizë të sakne. Pra ju thoni që qamët nuk meritojnë toka prona. Këta janë njerëz që bëjnë gjithçka për të marrë pushtet. Të varosh, tu e mua bashka i, këta lloj tipash. Edhe këta nuk drejtojnë do të shtet. Gjithë për pushtet vrasin sot. Nuk është për pushtet. Edhe ti për pushtet, po të kesh pushtet, do të kesh atë hapësirën Ti tënde. mund ta kërkosh pushtetin, po pushtetin duhet ta kërkosh, ai shërben njerëzit, po si shërbeu njerëzit, ai shërben 5 individët. Tani Greqia i përzuri qamët. I përzuri qamët nga toka e vet dhe i solli në Shqipëri. Dhe Shqipëria u hapi kufit. Çfarë ndodh me tokën çame? A duhet ta marrë Shqipëria tokën çame apo jo? Shiko, Dhe këta të kenë tokën e vet. ata themi çik shon, në kohën e turkut ne kemi qenë 4 bilajete. Shqipëria është shumë e madhe. Se bëjnë serbët edhe grekët dhe gjithë ato. Vilajeti më i madh ka qenë i Kosovës me 33.500 km². Vilajeti i dytë ka qenë i Manastirit, që merr edhe Shkopin, shkon deri në Selanik. Ishte 21.700 km². Shqipolës, vilajeti i tretë ishte i Janinës, 16.800, ku ka qenë Ali Pashtë e Belena. Edhe vilajeti i katër ishte i Shkodrës, 9.700 km², që vjen dhe Albani, ne e kemi marrë sepse janë albanët, se janë fiset albane, janë kaonët, janë mollosët, janë dardanët, janë, do më thënë, marrin fiset gjitha aty. Atëre, këta bën një luftë të ashpër kundra Shqipërisë. Shqipëria u coptua. Në ato kohë, kur do merte Korçën, edhe atë, Paris i vogël që thonë Korça, doli Republikë Autonome që mbrojti Shqipërinë, që nga Presma dhe Viktea. Sepse edhe minoritarët kanë punuar ke Belerët e Delminët e të Libaos. Pa i Konica është nga Konica, janë shqiptarë, shqipolët. Do me ke pash, deri në Prevez. Greku vori represjalje, duke i shtuk gjuhën. Edhe do më thënë edhe e burin atë. Ne këtu kemi gabuar, pse? Në konferencën e Londrës, 1913, vajti vetëm e Sat Pashtoplani. Pse i ku e Sat Pashtoplani nga Shqipëria? Që vajti e vrau Amnir Usemi atje, në Paris. Sepse e tratoi popullin shqiptar. Vajtën 4, 3 tjerë nuk u bashkuan bashkë. Qofse Skënderbeu bashkoi principatat, në kohën e Skënderbeut të mbajti 25 vjetë Shqipërinë, dhe Skënderbeu e nderon perëndimin sepse e mbrojti nga hurdhit turke, se ka qenë perandoria më e madhe asaj kohe. Me tokën çame ç'a ndodh thoni? Çama? A duhet ta marrë Shqipëria tokën çame? A i takon Shqipërisë apo jo? Shiko, do të thotë që të bëhet luftë prapë. Vetëm me luftë. Prit, ajo do të bëhet luftë, po them në qoftë që futesh në Evropë, gradualisht dhe ata çamët atje integrohen në Evropë. E kupton? Edhe ti s'ke pse bën luftë. Dhe nuk na intereson lufta ne. Duke vajtë në Kosovë, duke pas tregti me Kosovën, me Maqedoninë, me mal njerëzi, dojnë si mbledhur. E të përnë atë si e prapa, si Gjermani, si Francezi, gjitha. Gjoni quna. Kështu që është në atë. Samëria deri në Prevez, ne vejmë deri në Prevez. Unë kam qenë në Pelopones. Edhe pas, më vdik djali në atë kohë në atë dy, se unë që një konferencë paqe në Athinë. Më vdik djali. Peloponesët janë me origjinë shqiptar, kishin traditat tona. Si që bënim në Shqipëri, me erdhen mua me vaj, me sheqer, me gjithë. Kopje në atë, sepse ruhet tradita. Po pra, sepse problemi është tu tani. Në Çamëri, me sa shohim nga media, nuk flitet shqip. E po e shtu ku gjuhën. Në
Maqedoni, Kosovë flitet shqip, Malzi flitet shqip. Ja, ta themon, 1821 Greqia mori pavarësinë. Atëherë Greqia mori 1821 3 mars, edhe Flamori që u ngritën Vlorë, është ngritën Selanik, që u bashkuan mbretërit, edhe u ngritën atë. Kjo është pjesë e historisë. Ne e ngritën 1912 erdhi Ismail Qemali. Ismail Qemalin e kanë ndihmuar austriakët, austro-hungarezët. Është edhe një historike. Po ti bësh Është pjesë e historisë. Shkodra ka traditat që kanë ato që kanë koncerte i Vienës e që thonë atë. Po ti bësh re katolikët e Shkodrës, janë të manisë që bërë edhe kanë atë Shkodrë, e thonë gjepi kulturës. Katolikët e Shkodrës janë shqiptarë, apo jo? Po. Edhe kështu që edhe qa gabime ka bërë Skënderbeu? Se bënë gabime Skënderbeu? Po, përri. Edhe nuk i bashkoj principatat. Skënderbeu bëjë gjë, u lidh me familjen Muzaka në Berat, se mori Donike Qandaj. Edhe dasmën e ka bërë ke manastiri Ardhënitës. Shqipënte. Edhe po ti vëshëre, Hamsai Plagosi, Skënderbeu, i nipi, djali mëdhajt. Edhe ikën të gjitha. Edhe vari Skënderbeu të bën lesh, e morën katolikët. E bën lesh. Ta u këthyn komplet musliman. Po të mësh re krujnë, e mori Lezha. Lezha e mori e ndëroj dhe ka varin atje. Shqip thonë beslidhja Lezha, se i mdodhe. Ja, ky ka qenë Skënderbeu. Gabimi kush ishte? Të ulem unë dhe? E ullu, gabimi. Gabimi kush ishte? Gabimi nuk i bashkoj gjitha principatat. Si bashkoj gjitha bashkë. Kjo është. Nuk ka rriti do të ajo, sepse lufta këthesh në ka, edhe sa ere rëtu që të humbon në krujë. Edhe Skënderbeu plagos në post, ka qenë kalaja post, në Bregdetit, ati e plagos jam të ajo. Dhe po ti bëshëre në Gjogjushin, a i Skënderbeu që ka kemë përpjet aty? Kemë përpjet? Një kemë përpjet, një kemë të. Kalje, pse ka? A i dini këta? Ja ta të tregoj. Aleksandri Mas ka vdek nga Zoti. Nga Zoti, i ka kemë to kali në Selanik. A i që bje në luftës kemë të përpjet, kryu plagos, edhe vdikë Skënderbeu. E plagos i nepi, Hamzaj. Dhe po ti vjes të pjësës këta skulptorët e piktorët, dhe është gjërë çuditshme. Më të shërë është për të abitur. Kështë e bëhet kjo punë kështë. Do më thënë, ta kanë një natyrë zhvillimi të paparë. Që që merë ata piktorët ty, kemi pas piktorët ne të asho që janë Onufri e gjithë ato. Ato bojrat asot nuk prishin. Ato bojrat që kanë bërë ata, ka qenë pas zhvilluar. Ke Beratin 2500 vjetë për vete, 2300 vjetë. Si nuk bërë ato shpijat ke Kalaja? Si i ka ndërtuar? Ose merë ke ure Goricës, fotur, si? Atëre lidh një pyetje. Pse shqiptarët, sepse nuk u bën muslimanë shqiptarët, është pjesë e Maqedonisë, këta që me thotë, që me Allah e gzverë, se ta butallin. Janë bektashit vetë në natyrë, vetëm mishin e leprin nuk kanë. Rakin e pinë, verën poje, tjetërën poje, gjitha. Edhe, kur vajti e dirama që vajti, kur dojgjen ata që vajti, ekstremistë që vajti, i mori hoxalartë, mori këtani bektashivet, këtani muslimanvet, priftin katolik dhe priftin ortodoks. Të katër e dirama në mes, ose që janë këta, në Francë u abitë dhe që këta, që nuk ka feja bazë këne. Këne në Shqipëri nuk ka sho. Dhe po t'i mëshëre, bektashit kanë ato tyrbet, nuk ka pas gjami. Por shemë Mallakastra ka qenë me 20 kisha. 20 kisha. Ma sot për sot dje që Shqipëria, pjesa me madhe shqiptarve, pjesa dërmusë, dhe më thënë, ose në shumë, në shifra, muslimanët janë ata që mbizotrojnë, pra është feja islame. Ja, po ta themon. Duke u kësyrë se Turku bëri atë, duke u dhenë ofiqe, duke u dhenë toka, i këseur musliman, po jo se i Putin atë, se morën pronë ata, por asë njerë nuk lufton dhe kundra atë. Shpati Elbasanit, ishin dy blezër.
njeri u bë musliman, tjetri ortodoks, se kur të vrise nga shpati, vitin e Elbasan, e mbronte vllai vllain. Domethënë, ka qenë detyrë për ta mbrojtur njëri tjetrin. Edhe kjo ishte ajo. Fati më i mirë i shqiptarëve është që ne në disë vetë nuk kemi vllavrasje. Po të shkosh ma ta... Petare, pra. Linja petare janë ashota. Se ne pelaskët. Unë e pelaskët ka qenë. Pelaskët janë, ose i thonë ataj që i bëta ditë e merës. Ditë e merës? Ku se bën ditë e merës? Më thuaj ma, kërë qendra, i ditës merës festohet në Elbasan. Pse ka ngel në Elbasan? Ata e festonin dita e mërsirëve të thoshin. Dita gjitha ato dhe marrin me lule, vajtin e gjitha, komplet, me ortodoks, me musliman. Është një traditë shekullore ajo. Se e bëm dy partijat atë. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Ore, dielli pse nuk shohet? Pse nuk shohet dielli? Sa shu është krijuar do. Organi fukaraj. Organi fukaraj. Jo. Respekte, mira. Pse nuk shuhet? Kalofshit mirë? Pse nuk shuhet? Ha? Pse nuk shuhet dielli? Sepse dielli është ndryshues edhe jep edhe gjithë yjet që ndryshojnë. Kemë mira yje. Edhe bota që jemi ne, ta djoni çuna. Ndoshta e keni letuar se keni. Po dëgjoj pra, o kameramon. Atmosferë, hemisferë, stratosferë. Ati si janë? Atmosfera. Pse nuk shuhet dielli? Po nuk shuhet pra, sepse ai ndriçon gjithmonë. Nuk është zjarr. Është yll ndriçues. Organi fukarajit pra. Pra, tash ti, po të them unë, toka pse jeton? Pse? Se ka hemisferën, ka oksigjenin. Po toka s'është rrumullakët? Jo. Hemisfera është një tokë që kur kalon hemisferë që ikin aeroplanët, atë është si makina kur përplasen në përgropat. Stratosfera pastaj e bërë lartë. Kaloj e kone dhe dhe shohë. Te thedi dhe se kalove mirë. Po dhe në gjë. Po dhe mëson edhe nga plaku sa gjera. Kemi thënë gjëra të Jo të dyra. gjitha, hitim në. Ikëm. Ne dim maksatim. Kënaqësi. Të mira. Shëndet, miru parë. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto.